shkulla gosht dhe mbeti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qofte Zululandi. A do qumë shtapoval, komarica vjen vërdal. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qofte Zululandi. Përshëndetje vëllezër dhe motra shqiptarët e mi të dashur, kudo që ndodheni, miq dhe mikesha të Albanos, ju përshëndes dhe ju puth nga larg. Dhe ju urojmë të gjithëve. Albano. Mëso kur flet tjetri ke kohë. Me qëtë Albanos. Po thash për miq dhe mikeshat e tua. Urdhro ha përshëndetje vetë. Miq dhe mikesha të Fejkov, të dashur shqiptar kudo që ndodheni, Po e gëzuar thash festën unë e këtë. Bajramit. Këtë me rurimin nga goja. Nese, gëzuar, shëndet, mbarësi në familjet tua. Unë nuk e kisha vetëm për festën e Kurban Bajramit, edhe pse mua në mëngjes sot merri mesazh gëzuar Fitër Bajramin, edhe ishte musliman. Kish më dërgonte, sa mirë thash, është tamam në kohë. Megjithatë, koincidon me një fest të bukur, një ditë të bekuar, sepse jo më larg se dje. Europa na e qeli për ta mbyllur, na e hapi për ta... Na mbylli hapjen dhe na hapi mbylli hapjen dhe... Dhe na hapi mbylljen. Dhe na hapi... Ma na bare lam shka një kohë pare pa filluar Na emision. mbylli hapjen, u mbyll hapja e negociatave dhe tani u hap mbyllja e negociatave, se mbyllja është një tër procesesh, është një sër procesesh më vetesh, si besohet dajko, dëgjoj. Në fillim u hap hapja, mbaroi hapja dhe tani u mbyll hapja e negociatave. Tani bëhet është procesi i mbylljes. Tani nis mbyllja. Se loja që futë dorën ti këtu për shembull? Dhe se kap dot, bravo. Paka shumë. Ore dëgjoj. Hapet një gjë, kur hapet kanali Novruzit. Që ta hapin ata, ti thua hape, ke gjithë të negociat derisa të fillojnë të hapin. Dhe bërë 2 muaj negociata që e hapin. E hapin ata, kalon gjithë procesin e hapjes pastaj. Mbaron procesi i hapjes, i thua tani mbyllen, se kaq u lodhëm, dhe e mbyllin ata, na i mbyllën hapjen, po tani duhet të hapen mbylljen. Sa bukur feti Albano. Po si po jam i rëndër, si... Uroj të jesh gjallë mbi tokë. Faleminderit. Sa je 4602. 4602. Edhe sa e ke këtu sa rroni ju e? Herën e fundit neja 17.000. Vjeta. Sepse jam rizjallur, jo, herën e fundit, ore, vjetë, thot. Jam rinjallur 4 herë. Herën e fundit 17.000 më mbajti. Herën e parë farë më nga mbajti shumë, 50 vjetë. Po. Rinjalli, ha? Jo rinjallja, që ndrinja në gjallë. Man, o, zoti i madh, ishte edhe vetëm, s'kishte njerëz. Ju e merrini? No. Që ke këto mua bete tjë? Si? Po që ke këto William merimi? No, jo. Jo unë tyri, debil. Po kë? Kështu pra Europa, na thot ne, du i merimi, yes, I do të thuash. No, ore, që no. A do të vesh në Europë, a do t'i me luftu Turqit. Si thoshe Skënderbeu gjithë kohën dhe sa vdiq. A do me luftu Turqit. A do t'i të martosh me Europën, Albano? Jo. Të kanë gellur ajo që Europa është kurve dhe ti... Po është. Me tratoja dhere me Amerikën. Dëgjoj e këto. Fjalla mbyllëse është fjalla në përmbajtësore, fjalla hapse është e bukur, atë fillin e zakonshme. We accepting do the thing, Danny? Do you accept to marry him? Yes, I do. Yes, I do. Do you accept to marry her? Yes, I do. Kiss each other. Shumë e bukur është. Jo, shko, se nuk të shikoj entusiasm, duke është që me pëdën. Po qa, nuk kishte entusiasm të ditë kjo? Edhe aqë po martojnë gjithë bashkë. Po jo, se do i takoj këto të dyja ky, edhe kosin e pilafin. Po kosin e pilafin i takon gjithmonë dit. I përzien bashkë të dyja e janë një tasë. Po tani i put këto? Si put? Shko tani, se këtu thot që Europa në martojt me ne, po janë në të dyja këto? Po të tëra, ore goni, ne jemi vënd që ore për shumë dashuri. Ne kemi qenë shumë eksportus dashuri e gjithë kohës. Urdo, shikoj. Si eksportus dashurie? Ma shpegon që këtë? Gjithmonë. Ne të dashuri që jemi eksportus dashurie, si shtot edhe profeti Albano. Po që edhe? Po kështu të ati unë jam profet. Kush të thamë profet, more? Ti të jam 4602 veçarë. Po s'do me thënë që jam profet.
Pse? Po ç'lie ka me të qenë profet? Ti kështu thua, profet do të thënë kur flet Zoti. Jo flet Zoti. Kur tu udhëzon Zoti çfarë thua njerëzve? Pikërisht, po se është Zoti. Po jo, po ti vetë thua jam shokun kushtit Zotit. Po ma flet kodës se është mërzitur me mua, s'ka ç'të bëj. Se kam 81 vjet vërdall, dëgjoj vllajën, është s'ka lidhje me profetin. Zoti ka mbythur me ty. Jo. Jo, po s'ka daj shumë respekt. Është si puna jote pak a shumë. Dhe ti se tallesh me mua, po... Ja, ti, për mua di... E di. Më ke si tëndi. Sikur më ke bërë vetë. Orë do i sqarosh njerëzit, ore. Qa është kjo? Rama akuzoi rinin shqiptari që janë të rinë dhe nuk e dim vlerën e dashurisë. Ja, mbyll atë kapitull. Mbyll kapitullin e parë sepse do të na konceptosh dhe të na sqarosh. Faktikisht, çfarë është dashuria në terma? Dashuria është kur një burrë dhe një grua, kështu ka qenë të paktën, duhen shumë dhe burri e do aq shumë grua dhe gruaja e do aq shumë burrin. Po futemi në Europë, mor Albano, dashuria njësoj është? Jo, po që për kështu s'është dashuri. Çfarë? Është thjesht interes fizik. Jo, thjesht ka jo tretja. Po kaq. Dhe kalova lumin. Po. Jo. Dhe gjë si ja shpjegon dhe Evropë, të marrin vesh dhe evropianët. O evropian, ju që na luteni të vim ne aty, ju jeni, çfarë të them, se s'dini çfarë është dashuria. Ja dëgjoje, thuaja më e do, thuaja pa kujt ja thua. Falenderoj shumë kryeministër, falenderoj shumë Dashur Edi. Faleminderit, fjala është për ju kryeministër. Faleminderit shumë. Dear Marilena Gapimu. E dashur Marilena, faleminderit shumë e dashur Marta. Nuk më do mua, po mendoja të thoja apo jo ljubim te, por e di që ljubim te nuk është saktësisht varianti sloven, po edhe mund të jetë. Faleminderit. Okay, good. O Marilena, po ti moj. Tani jam e lumtur. Po Marilena, pse si vajti? Jeni të rinj, nuk e dini ende vlerën e dashurisë. Duhet të shihni e të mësoni nga dashuria e Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Dashuria e pashtershme, pa kushte. Dashuri që sjell vuajtje ndonjëherë, por ja ku jemi. Dhe sigurisht jemi të lumtur, jemi shumë të lumtur. Ora, dio tani, Se ta dini të dashur ju, të rinj evropian, edhe ti Godajko bashkë. Se çka ka hequr lideri ynë, Edi Rama. Sa dashuri ka dhuruar lart e poshtë në për korridore, në për zyra, në për hotele, në për dhomat Bashkimit Evropian, që të na çojë neve në Bashkimin Evropian. Në këto mesazhe që përcjellën ne për dashurinë, se thuhet që dashuria si nocion, si marrëdhënie ka lindur, është krijuar tu në Shqipëri. Po. Vendi që është krijuar bota. Po, zhvillua më shumë në këto, në Kipër, në Turqi, në Greqi. Prandaj është përndar gjithë zona. Gjithë zona edhe Shqipëri, Turqi, si që ti deko. Këtu është në... Ka më shumë djellë. Ka djellë, Kemi më shumë ditë me djellë. Gëptova se... Prandaj në edhe Qipro... Kështë quar djellë në vetë Qipro, Marilenda. Marilena... Se Marilena është djellë i Qipros. Kurse Rama është djellë i honë. Rama është pronari djellës. Jo i djellë, djella dolin gjyq, është në gjyq djella. Po mirë si koncept. Por e koncept, djellë është ky tani, mos ja fut kot fare. Po ky djellë mashkullor, ka djellë femra. Ka. Edhe... është Eliza. Marilena e Qipros. Marilena e Qipros? E Qipros. Qipro. Po. Then I want to thank, of course. Më pas dua sigurisht të falenderoj dritën e diellit që solli Qipëroja jo vetëm sot, sepse sot ishte punë e përbashkët, ne sollëm ca diell nga Shqipëria, ju ca nga Qipro dhe më së fundi ky qytet grije i mërzitshëm shndriti një herë. Ky qytet i mërzitshëm se ku që ky mbledhja? Në Burxela. Në Burxelin tale qytet. I mërzitshëm. Ta shpif. Edhe i tha kjo që në qoftë se ne realizojmë të programin shpër edhe në fjalë, këtë të hapjes dhe të mbylljes së dyrave, të kapitujve, të kapakve, dhe aty çka ka vendosur, unë do vi tha dhe do vi në malin e Tomorrit. Në Tomorri apo të Korabit? Se më duhet ishte në Korabit. Korabit tha? Në gjysmën e Korabit. Kur flasim për datën, ju thash që mbështesim vizionin e qeverisë së Shqipërisë për të mbyllur negociatat deri në fund të 2027-s dhe pastaj do t'i ngjitem Korabit së bashku me kryeministrin. Malet tona më të larta, ujërat tona më të
të kaltra. Shpresoj, Marilena, që edhe ti mund të mbështesësh të mund të bëjmë një kompromis, mund të ngjitemi kullës Eiffel, kur Franca thot po, mirë se erdhët në klub. Do të jetë më e vështirë se Korabi. Kuj me vizhje Korabi, kulla Eiffel? Unë, kulla Eiffel gjithë në ashenësore ti, fillove ti me ignorancat e tua ti, mes Brukselit të strukturave plëmba. Inxhinier, sa zgjatin këto, kapitu hapja mbylljes hapjes? Sa kohë, vlla, se tani i kemi gjithë sytë nga Evropa tani, që mëndëm, dhëndri pas derës, po thyen derën. Dëgjo, i ke dërguar Soni sot gjikundi? Por e kam dërguar, po do në thuash në gjë kur do hymë në... Ti e dërgo sot, në nëzirë Soni në mirë, gjo vlaj, tjetë. O Soni, hajde, plësoja dëshirën, të qa ke thënë ande poshtë e qyteti. Më në fund Shqipëria mbylli hapjen, dhe hapi mbylljen me BE-n. Tani, neve jemi hapur apo jemi mbyllur? Se është dhe vapë në fakt, dhe kjo është pyetja për sot. Këtë si punë e mik. Ne jena mëllë prej kosh, jo të shi. Dhe kena marrë punë si qëtë. Jemi mëllë prej kosh, Pa prej kosh jena jotë. Ne po mbyllemi, as do hapim ndonjëherë, sepse ne nuk plotësojm fare kushtet. Ne jemi në kushte, si thëmë, mizerje, ne jemi në zero. Historia e Bashkimit Evropian është një kapitull i hapur që nuk ka për të mbyllur kur. Që do thotë, kemi 35 vjetë që na bëjnë lavazh truri, do futemi sot, do futemi nesër, por ne kur nuk kemi të futim në Europë. Sidomos me këtë klasë politike. Kjo klasë politike ka për na futur në Europë, jo në Europë. Ne po hapim apo mbyllemi, se në fakt e hapa. Me Cicmit që luanim ne dikur, në atë nënçin, kishte qile mbylli. Dhe më thënë, sa herë lëvizte guri mrapsh, bën të tresh kësa janë. Sa herë lëvizte përpara bën të tresh. Humb këtej, humb andej, humb edhe merr të gjithë gurët. Ne i thonim mitrolus kësaj. Do të thotë të shpartallon të në gjithë anë. Të shi Europën e dëshirojmë të gjithë në e kupton sepse drejt asaj jemi, por me të shofun ka oscilacione midis këtyre partive. E kupton apo jo? Këta janë ata që e pengojnë. Neve po mbyllemi apo po hapemi zotëri? Se është edhe vap. Atje po mbyllemi. Atje po mbyllemi. Po këtu? Këtu po hapemi. Po si bëhet? Si bëhet? Të largohet kryeministri i Tiranës. Vajsusja e Evropës dhe që përqafoj Ramën ati, e kupton ti? Ajo ka qenë në muajin në dorë, ka qenë këtu. Unë jam kryetari i shoqatës Shqipëri-Amerikë. Kam bjogje ndërkombëtare. Edhe mua më përjashuan, e kupton, për 6 muaj të mos funksiononte Facebook-u. Për arsye, e kupton, sepse kritikohesh Ramën. Pra të censuruar, më përpje. Po, për atë më censuruar. Ajo, o duhet të arrestohet, o të vitë kërkoj falje këtu. Cili? Ajo. Pas ka goditur fort fuqishme Amerika. Ose të arrestohet, ose të kërkoj falje. Po, të kërkoj falje. Që arsye? Por se më ofendoj mu? Pse më blokoj? Neve jemi hapur apo jemi mbyllur? Ne si popull, ne jemi gjithmonë hapur. Po fatkeqësisht ata që drejtojnë dhe kanë drejtuar këtë popull, fatkeqësisht ata kanë qenë të mbyllur. Historikisht edhe si rrjedhoj jemi edhe ne të mbyllur. Ne jemi hapur apo jemi mbyllur? Si e shihni ju? Ne jemi të hapur. Jemi të hapur. Po si jemi në BE? Duke mbyllur. Avasallash do fut ne. Ka një datë, një orë, apo se ke iden fare? Një muj? Unë them gjysma që shoj 2019 jemi në BE. Jemi brenda. Me të dyja këmbët? Ti thon profet. Me të dyja në komplet trupi. Pa shikon datë. Kjo se nuk të dilë lafi? Do më japësh syzet? Po, të japë syzet. Ja, pra, si vjetë, si nga në dëgjo, 2 vjetë, Albano, kur dojtë të futem në Evropë, por të kam thënë një mirë të kam të rejë vërmëndjen, po lërë jo moralizime të buri dhe moralizime do të që do marim po s'ke punë me atë, po letë thuaj popullit sa fjallë ngele duke thënë u hap që u mbyll dhe u mbyll që u hap falja popullit 2 fjallë optimiste po Albano, oj digeneruar njeri a të do i thoshe po të thuaj optimizmin, lërët, këta e din, në botë i thonë u i gazuar, kjo është glina. Po thuaj di fjallë optimiste këti populli. I thuaj që do futemi, ore Evropa, ne. Qa? Na e hapja, na e mbylli. Evropa, i dashur popull, gjo. A, bravo, tani dilë të më hapë. Neve, na ka hyrë Bashkimi Evropian. Qa thua dhe? Po, dhe po hullumton një nga një, kjo është e vërteta, këto kapitu që janë mbyllur. Që janë të sakta përse nuk mund të varën nga fjalla e Marilenës, e Marinelës e Marta Kosit. Marta Kosit raporton, pasaj vinë kontrollojnë vetë. Dhe për puna kanë mbyllur. Dhe Marta Kosit, të rigi vëmëndjen për këtë... Marta,
të kërkoj falje... Se i theu me gaz një ditë. I thonë Glina. Dhe kërkoj falje e zotrisë që jem mbyllur Facebookun. Po 6 muaj blokuar. Ka firë Glina i zotria të s'këshe lindur. Ta dish Glina ka vite në Shqipëri. Identitet, familje, dashuri, emocion, trashëgimi brez pas brezi. Edhe si që marrë me shqiptari kafe një uj, Ky është Glina. Neskafe Azera. S'ka problem. E Tera dhe Bera, nuk ka nevojë për barist. Glina. Dhe Marta, po erdhe këtu, kaloj një nga o zonë elektronik, se nuk gjenë gjë. Shko aty të mbikalimi o zonë astir. Shkon sa u ka tu javër shpis dajtë, që ka ma pazar elektrik. Te tregu elektrik në Xhamlik, te medreseja, ose futu në internet me që e këshu. O Marta, paguaj më shumë duke kursy. Pikozon.al. Dhe bërë 24 ose 28 orë gjenë prosjet. Jeto më mirë duke kursyje. Duke kursyje, duke kursyje. Edhe mos e përdor fare, as kodin as banë, as kodin as publicitet. Edhe hapuni, Marta. Filloj edhe një bajtë, se t'kape. Ashtu, edhe ata dy vlezit që luftonin për sultanin, në një moment i tha sultani për trimërin që këtë reguar në shërbimin tim, se ne shqiptarët kemi shërbyer turqve. Po nga halli. Po mira vashti, se kur të vrava unë ta shko shërbeti, ta shko. Dhe i thaj, ti velitha, bravo të qofta, ke këto pasuritha, na këto dhe. U tërbua e vlaj tjetër. Edhe hyri bërna. Edhe ti tha për trimërin, do marrë qaj dhe ati tha. Mos jep as gjë, ati tha, se s'dua as gjë dhe mua. Vetëm ati mos jep gjë, ka i nati. E pse e ti? Bravo. Kjo më përqenë që ke pjekuri. Jo, për qëne? Sepse, erdi Rama tha, ne japim dashuri, djelin që quam në Bruxelles, edhe dollën këta të pëdës. Thanë që kështë fituar Berisha, po ka ma Berisha. Jo, dëgjoj. Nuk është e vërtet, janë 34 kushte, janë 34 dyër për të hapur akoma. 34? Jo, re. Ja të duhe Bargazin. Basgardin. Edi Rama e përjashton opozitën dhe i shtetarët shqiptarë nga tryeza e negociatave dhe procesi, sepse kërkon të fshet të vetmen të vërtet sot. Shqipëria po hy në fazën më të rëndësishme të procesit integrimit europian me më shumë kushte dhe me më shumë mosbesim. As fotografit dhe as shampanja e propagandës nuk e fshehin dot të vërtetën se vetëm për grup kapitullin themelorët, grupi me cilin hapen negociata dhe nga i cili varet i gjithë procesi mbylljes tyre, Bashkimi Evropian i vendosi Shqipërisë në raportin e miratuar pak ditë më parë plot 34 kushte shtesë. Të gjitha më të rënda asnjë lehtësim. Po që e në kushtet të Albano, se ti me rëvesh, që e dhe më thonë? A mos i bën një atërbaldi, shiko tani do me thënë plësove kushtin e parë, do plësove dhe kushtin e dytë. Tani zese jemi në buzë të malit. Në umnerë? Në buzë të malit. Sa fillon mali? Në këmë të malit. Në këmë të malit. Sa fillon mali? Dhe shaj tuneli pari minez. Mba mësimi thoshe ato dyret mua dihin me radhë me presion që mbajnë presion. Po, është traverbangu. Traverbangu. Edhe janë portat e ajirimit. Porta e parë. E që 400 metra. Më them mbyllin port që të mande presionin. Po, edhe bëjë porta tjetër. Ma shpjego që procesin. Po, sa i mundim shumë. Po, hape, donte ti vjesh patullat. Një moment, pastaj mbylli. Dhe ike 400 metra hape tjetër. Hape këtë ti, me fjallet dhe mbyllej ajo që ishte para. Pra, mbyllej ajo, kur hake të dytën, mbyllej para. Mbyllej para. Edhe pastaj mbyllej ajo e dyta dhe hape ajo e treta. Shiko kështu, avash, kështu nga kanë vënd, kemi 34 dyër për kaluar, ne që të hymë përfundimisht Bashkimin Evropian. Po, do 20 minuta të kaloj e traverbangu, vetëm nga këto hape mbyllë të porto. Këto jala fërsisht një 20 javë se cila. Mund zjasë 20 muaj, se cila, si dyër. Sa në dyër shumë të vështirë. 20 muaj? 20 muaj, i bje një vit e gjysëm. Një vit e gjysëm, 34 dyër, po të gjohë, mos kime rakti dhe po si ishe around dhe po ishe around, mund t'jem underground. Këto që thotë PD-ja, kriju kushtet. Për PD në Bashkimin Evropian qashtë. Po këtë gabim, po do t'jetë bashkë me opozitën mazhoranca. Po ja, vaje firmos rezolutën këta kur e li puna aty. Dje aman të kje gjene, daj, ko ku këtë të t'leku aman, po zdafa, sidomos po zdafa tur mali. Po qëne që ke qënduar ka shumë fjerë sot tje? Po sa erda? Si e ndarë fjerë, ke qënë fjerë? Lushnje. Lushnje? Qa bë? Po është kam një shoqet. Se dhe zhë? Ishte kë Pollum Pilinqi? Që punga me Pollum Pilinqi? Po sepse është... Po vajta për Pollumin asaj, vajta për Pollum Pilinqi. Po flet si misioner tjetër, jore. Misioner.
Mission, e thot shanglisht. Jo, dëgjoj. Hajde, kryeministër. Mos u afroj shumë pullum. Teknike nuk u vjen mirë. Po flas si misioner. Urdhëro. Komisioner. I hershëm e i sotshëm. I hershëm e i sotshëm. Si kryetari i shpresës të kombit. Si kryeministër i qeverisë teknike. I qeverisë? Unë di se qa bej. Folë si papa i Romës edhe mbledi mendin. Qa thojri? Jemi në zyrë, po ne nuk flem as 3 orë. Kemi filluar organizimin. Se le prostata më dajku. Kemi filluar t'i zgjojmë të rinjt, studentët, profesorët. E filluam që nga Dardani, filluam profesorët, jam takuar, më thoj 2 herë, privat, edhe në zyrën time. I ka takuar privat? 2-3 herë privat në zyrën e tij. Takuar, po 3 orë gjumë, qa me 3 gjumë? Se lë prostata, ka lafin, jo se flet 3 orë gjithësi ishte kali. 3 orë se bashkë... 3 orë maksimumi, pa 5 ajo vete në bajë. Karakteristike kryeministrave kështu është, 3 orë gjumë, jam shumë. A nuk ishte Edi Rama atëre, këta nuk fluar më shumë se 3-4 orë? Po, Rama flet 3-4 orë, po shtri dhe në drek, e kam parun. Kemi qenë kur ishim, kur morëm Dua Lipën që e bajtë... Jepe që ka mondi se ka thënë atëre? Unë fle vetëm 4 orë në ditë. 4 orë në ditë. 4 orë në ditë pra, jo në natë. Në natë fle gjithë natën, si fle shpejt, që në shtrije që në nëndë. Por e vajtë më palas, morëm Dua Lipën me vete, në dërmi, ku s'maj më ku vajtë, ma dhe edhe jadi, aty këshu e kështë 2-3 shoqja, me ato shoqja të moram shumë, se me duon e këshu të gjo. Por që shfrinde gje që në orën 9 ere. E pra e se nga troj mondi. Po shtrije frinde që në 9 ore, dersa s'barte. Kur thuet 4 orë në ditë, ka për në dreka, i fle në orë 2 dhe në orën 6. Si të shkodranet, u shtriva pak në zheg. Me te gjatë vapën e madhe. Vjen keq tash çan këmo bet. Tani ky që se është kryeministër. Kush? Pullumpi. Kryeministër është Edi. Pullumpi është Shqipërisë teknike. Jo, po në qeverisë teknike, qeverisë teknike. Po jo i Shqipërisë. Po ka qeveri gati ore, prezantoi nga Dardani në Vlorë që dhe më takuar në privat. 2-3 herë, më zyrë tjenë. 2 herë. Unë qeverin e kam kryuar. Unë pres intelektualit. Dikush mund të thot, po mirë më pilin që, kur shkosh në zyrët të reja, ne do vim shqiptarët e mi. Kur bet plani i lufte, para se të vesh në luft, do mësosh një herë si do zbrazet arma. Do mash planin e armikut, ku ndodhet dhe si ndodhet. Dhe qëfar do bësh, ashtu është dhe qeveria. Para se të vesh, duhet dish se kush je, kush ke qënë, qëfar ke bërë, sa ke bërë ti, sa jafti e ti për familjen tënde. Vërtet ke qënë në punë, ke punuar, apo ke ndeju tër ditën në kafe edhe ke bërë logje. Qa li e ka me qeverin kjo të shishë, se kuptu? Pa e ka, s'ke targë në makinë, se ke parë që e ka rëka. Me që është Bajram, sot? Mos e thua, ja. Jo, me që është Bajram. Zoti na mëson që ditën e Bajramit të falim sa më shumë mëshirë, të falim sa më shumë dashuri, kështu që hajde, do të komentoj pak lehtë, mos t'i bie shumë. Jo, ore, po kemi gjë më të sigurt nuk na prek njeri, ore. Na pullumbi, ja? Na pullumbi, jo, dëgjoj, s'na prek njeri, as mos e rruani fare. Si do të thosha për të plan që ka bërë. Ja, dëgjoj, pastaj thuaj në fund. Shqiptarët e mi, përfundimisht, bani të 2 flamurët. Këta flamurët e shpëtimit. Amerika është me ju. Mos dëgjoni se shton të tjerë. Nuk ka për të marrë njëri tokë në Vlorë e në Sazan. Janë të shqiptarë, ato janë palavra. Ashtu do mlidhet parlamenti, gjoja shqitur me vajzën e të quajturit president në Amerikë. Jo shqiptarët e mirë. Sështë taj, ka president teknik dhe aty. Patriotët. Sa tjetë Pilinqi, toka e Shqiponjave, po e them në fjalë populore, s'ka burë nëne të marri tokën e Shqipërisë. E skur të lindi edhe një president tjetër jo në tokën e Shqipërisë. Sa të sigur që jemi. Sa e mban këtu? Tani se ka rënë ky nxehti afrikan në mes. Sa mirë. A mondi ha, do kitë. Ky tani në Bear do filmuar. Që e zë vapa ta mamë. Po, e qa do e thoshe ti që do t'i përsidhje në ditë Bajrami? Jo, se tha për atë planin. Kur bërë një plan lufte, do t'a dish plan ka armiku. Që plan ka armiku dhe që plan ke ti dhe që ke bërë kështë dhe Pullumi ka bërë planin me qa informacioni. Po,
E kam unë ato informacionet. Po, e di, burimet. E di, e ke informacionet e tua. Dhe Pullumi ka bërë gati planin, do zbarkojnë në Shqipëri. Sa bukur flet. Do zbarkojnë në Shqipëri dhe fap do nxjerrë briskun. Dhe fap. E di që më pëlqen një identitar edhe ti. Do i marrin me radhë të gjithë. Njerëz të tillë duhet të trashëgohen brez pas brezi. Bravo Albano, ecë Armondi, publicitet. Sali Berisha, kam respekt, sepse në formimin tuaj ju patjetër që meritonin gjithçka që shprehni dhe jeni një vlerë e shtuar intelektuale. E kam i parama, je frikacak, je dhe i paft. Qa i thua, kush frikacak? Doktor. Doktor i frikacak? I paft. I paft? Pse? Po është, jo uno, jo, s'ka punë me moqë. Pa i fitoj në fejt 9.6% të kërdës. Mi, po me paftësi fitoj. Si fitoj me paftësi? Tjetëri ka edhe dorezën tjetëri. Të kujtojt në kone e duelit. Ua, si Jo, jepe, t'ja bëj surprizë. Jepe. I lutem, Zotit Sali Berisha, të pranoj kërkesin teme, për të përballë me te në cilin dënë televizion ai, që ta bini se është i pa aftë për të drejtu opozitën shqiptare, dhe t'i tërgoj se opcioni i partisë tonë e qënë jetën e shqiptarë për para, detyrë që e ka gjdo politikani. T'i tërgoj ati se deputeti Selami, ish deputeti Selami jeni shehri. Ashtë ai deputet që ka bëha gjanë që nuk e ka bëha asin deputet për 35 vjetë, ku ja kam pru Edi Ramsi në tavolini 140 miliard euro lek vjetra, dhe kjo është detyra që kam kry si deputet dhe do të bini gjithë shqiptarët se nuk meritën Sali Berisha me drejtu opozitin. I ka qua Ramës kuj 120 miliard lek? Po. Po si e pësi? Po që është në ato të Amerikës që janë atje, që shko meri një atje e sili një këtu. Në do në këj pranoj hapu që ka bërë këshu. Rishvet. Janë Amerika ato parat, ta po t'i sielin i tu. Ta po. Kupton? E ta po jetojnë pensionistët. Unë kam bërë ati se kam bërë asi deputet. Në 35 vjetë. I kam quar lek për ministrit. Po, normale. Gjithë deputet atë bëjnë, atë pumbin, dhe marin lek e fëshë. Dhe dite me këtë të dje. Ishte mesajë që kështë dërguar nga underground e në Roqa. Tani nga background, i ka këtë përgjigje doktori. I ka këtë përgjigje. Emocionuar. Hajde, ore. I dashur Shokwerver, u malngjeva nga mesazhi që ju më dërguat me rast njëri konfirmimi tim si kryetari Partisë Demokratike, asaj që pasardhësi juaj më ngarkoi mua për ta realizue. Është një emocion i madh dhe i papar kur dëgjova nga ju që me armiq në përkamb nuk ecet përpara, nuk ka fitore, nuk ka demokraci. Dhe ja kupova të keni shumë të drejtë Shokwerver kur thatë që duhej dënimi me vdekje. Nuk ka pse të vetë përjashtohen, sepse ata mund t'i vetë pushkatoni. Si e kam bajtur veten disa herë Shokwerver. Në 1997, që të them, për pak, por ngritën të revolucionarët e kuq, e kupton apo jo? E kupton apo jo? Patostarë Gramoz Ruqi e kupton? Dhe i se, pastaj 2011 unë protestën që shiko Shokwerver, se ti e di kur më bjerë mua e parasysh atë kur të gojë Barceleta që të masë atensioni. Unë 2011 më shumë se 4 dhe kësha vra. Edhe dira më vetë dhe kësha vra. Për që ti bashkë Shokwerver? O këta, unë e di mirë si e do këj popo. Tani binde më shumë se kur se Shqipëria nuk ka nevojë për pluralizëm.
një parti dhe ashtë shumë. Një dhe shumë. Më vjen mirë që në këto momente me mësimet të tuja, në mendje dhe zemër, unë do të udhëheq Partinë Demokratike deri në humbjen e fundit. Të premtoj që kilometrin e fundit kam për ta bërë 500 kilometra. 500 kilometra? Të uroj gjithë të mirat, uroj të takoj sa ma vonë, aty, 105 vjeç më ka thanë. Shoko e verë, ka marrë mali. Ka shpërse, du fort të puth ka larë, yti, sa ju. 105 vjeç i ka thënë këtiti, ha? Underground. Ishte shumë emocionale dhe është një takim i fëmijës me babajnë. Ashtu e drejë. Dhe me shpresën që portat që na u mbyllën do hapen dhe ato që na u hapën do mbyllen. Ju uroj paqen një mbrëmje të bukur, shihoni këtë finalen e